Mirdita. Njeriu që në çdo fjali nxjerr një gënjeshtër, është bërë barsolet e vërtet në Shqipëri, në Europë dhe me gjërë. Edi Rama doli dje me shifra dhe statistika para, rrau gjoksin për prokurimet transparente, me pretendimin se ato kanë shënuar përmirësime spektakulare. Duke qenë i paaft të lexoj shifrat, të interpretoj grafiqet, tabelat e institucioneve kombëtare dhe ndërkombëtare që faktojnë absolutisht të kundërtën. Shqipëria, siç dihet, është vendi i parë në botë që aplikoi sistemin digital të prokurimeve, për çka në vitin 2010 Organizata e Kombeve të Bashkuara i akordoi Shqipërinë, pasi Banka Botërore certifikoi këtë sistem, i akordoi çmimin e dytë në botë për transparencën dhe shkërbimin civil. Ky sistem, tabelën tutëm. Ky sistem në vitin 2010, 2011, 2012, pra integriteti i proceseve i prokurimeve publike ishte 80%. Vlerësoi me 80%. Ky integriteti i prokurimeve publike pas kësaj periudhe ka rënë në një mesatare 70%, ka rënë me 10 pikë, dhe jo vetëm kaq, por në vitin 2026 kjo rënje është në 66 pikë, është një rënje prej 14 pikësh. Një rënje dramatike. Shkaqet do i shohim më poshtë. Pra, e kuptoni, sistemi i vendosur në 2010 që në vitet e para kishte treguesin e integritetit 80%, dhe në vend se të njihte përmirësime, sepse sigurisht teknologjia e 2020-2026 është me avancuar dhe lejon mundësime të mëdha, jo vetëm që s'njohu, jo vetëm që nuk njohu përmirësim, por njohu përkeqësim progresiv. Përkeqësim progresiv. Së dyti, janë këto të gjitha nga Open Tender EU, organizatë kjo e besueshme e Bashkimit Evropian. Po kriteri transparencës. Kriteri transparencës është shumë i ulët. Vlerësohet gjithsejt 54.5 pikë, ndërkohë që sistemi elektronik është përdorur
nga viti 2010. Pra, tregon që këta ja mbyllin sytë sistemit elektronik. Këta e zhurmojnë sistemin elektronik. Treguesi i transparencës ka një rënje katastrofale. Por ka dhe një tregues tjetër. Treguesi i mafjes. Majni shërim. Ky tregues thot se mafja shqiptare, qeveritare shqiptare, në ligjin e mafjes dhe jo ligjin shqiptar dhe ndërkombëtar, nuk lejon asnjë kompani europiane të fitojë qoftë dhe një tender në Shqipëri. Qeveria, narko-qeveria Rama, është rasti vetëm ku në listën e kontraktorëve për tendera me vlerat konsiderueshme nuk ka asnjë fitues kompani nga vendet e Bashkimit Evropian apo kompani prestigjioze. Forbidden. Kjo është një shkelje e rëndë. Shkelje e rëndë e marrëveshjes stabilizim asocimit. Injorimi i këtij fakti është një akt i rëndë. Është një akt i rëndë që dëmton shumë. Për aq sa mund të dëmtojë Shqipëria tregun. Në marrëveshje stabilizim asocimit, Shqipëria është e detyruar të trajtojë si të barabartë investitorët, kompanitë që paraqiten në garat brenda vendit. Më duhet të them dhe shpreh keqardhje të madhe se për këtë akt të rëndë ka një heshtje, dhe kjo heshtje është e papranueshme. Pse kjo heshtje është e papranueshme? Sepse kjo Shqipëri ka një eksperiencë. Cila është kjo eksperiencë? Nga Hani Hotit në Kakavi, të gjitha akset kombëtare rrugore janë ndërtuar nga kompani europiane ose amerikane në të njohura. Janë ndërtuar, kanë fituar tendrat, edhe ndërkombëtar ka prej tyre, absolutisht, jo duke diskriminuar kur kompanitë shqiptare. Jo. Por, duke qenë drejt në emër të interesit të takspaguesve shqiptar, është zgjedhur gjithnjë oferta më e levërditshme. Rruga Hani Hoti Shkodër është ndërtuar nga kompani italiane e njohur, e mirënjohur. Bektelenka ndërtuar rrugën e Kombit. Rruga Lushnjefir është ndërtuar nga kompani italiane e njohur. Rruga Levan Vlor nga 2 kompani të njohura. Rruga Tirana Elbasan
autostrada, tuneli, nga një kompanit më të mëdha të Greqisë, Aktor. Rruga Levan Tepelen, me Maliaj, nga Todini, një nga kompanit më serioze italiane. Rrugët e ndërtuara nga këto kompani, sot, pas 15 vitesh, qëndrojnë pa asnjë problem. Ndërsa të gjitha rrugët e ndërtuar nga klientela Rama Balluku janë shembur, po shemben sikur t'ishin ndërtime kashte. Por nga ana tjetër, pra, ky është një shkelmim i interesave të takspaguesve shqiptar, të përjashtosh, unë kam denoncuar më 10 herë një dishmitar ju këtu, si i përjashtoni, ja u them unë, aplikoni në e-Albania, u kërkojnë kompanive europiane dhe tjera të aplikoni në e-Albania. Aplikimi në e-Albania kishte një kozgjatje 38 ditë, në një kohë kur tendrat grabiteshin në një kohë 34 ditë. 34 ditë. E kuptoni ju se si Republika e Shqipërisë që ishte frontrunner në procesin e integrimit, përjashtonte të gjitha kompanitë e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian me një diskriminim kriminal. Dhe me pasoja shumë të rënda për qytetarët shqiptarë. Sepse, ja ku janë punimet e kompanive të klientelës. Flet vetë. E kishte të merë, nuk e paraqiti dje. Është statistikë europiane kjo. Është statistikë europiane. Tani, mund të ma nxjerrësh atë tabelën tjetër? Shkoni këtu. Pasi janë përjashtuar këto janë të 25. Pasi janë përjashtuar të gjitha kompanitë europiane dhe amerikane që ofshin të gjitha, në fjalë nga Shikoni fitimtarët e tendrave tani. Kompania Gjoka Olsirama. Dhe ky Gjoka e ka pasion shumë Olsin ky. E keni vure apo jo? Ja ku i keni. Shikoni, Gjeniu i prokurimeve. Pa çka se i shqemen rrugë si kasht. Urdhoni. Ky pagun më shumë se të gjithë tjerë. Kompania Gjoka Rama Konstruksion, Olsi Konstruksion. Tjetër, kompania 4AM. Këtë nuk e di se kush e ka, po të agjen. Po, agjen. Famozi Salilari. Fusha nuk mund të mungon të kurse si.
fusha. Modeste, edhe kjo vjen pas fushës. GPG, kompani edhe kjo. Këta duhet i gjajmë të gjithë kush janë. Me radhë, pra, urdhoni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kompani, 1,5 miliard euro. Koncentrim total. Mafioz. Pa tendera.